E kishte me mungesën e respektit. Një sekundë se vazhdojmë neve. Më fal, vazhdo. Unë qa pash aty ishte një sken tipike filmave shqiptar të kryesisht nga veriu dhe për këto realitit janë edhe më të, si thua, po lere mos fol fare. Lere mos fol fare se s'jam dakord fare me ty unë, normal. Nuk jam fare dakord. Pse e kanalizon në pjesë mentaliteti apo në pjesë tabuje veprimi që bëri Fabiani, vllai Olës. Pse thua është një pjesë e filma shqiptar nga veriu? Jo më vlla, jo. Respekti ndaj familjes, mbrojtja ndaj familjes, autoriteti ndaj familjes, nuk ka krahin, nuk ka fe, nuk ka parti, nuk është muslimanizëm, nuk është katolizëm, ortodoks, nuk janë Tropoja, nuk janë veriu, nuk janë Saranda, nuk janë Lezhë, Laçi, Shëngjini apo Shkumbini, ku di unë se qa janë shumë e shumë tjera. Është çështje respekti për familjen, çështje nderi për familjen. Nëse Fabiola dhe Adioni, ose nëse Adioni më sakt, do t'ishte i qartë me vendimet e veta, me zgjedhjet e veta, kundrejt asaj vajze, mendoj që po, mund të qëndroj kjo që thua ti, por pa përfshirë pjesën pa e krajnuar, pa e bërë veri jug. Nëse një dashuri lind natyrshëm nuk e ndalon dot as familja, se ka pas histori plot që kanë pas 15-20 vjet pa folur dhe prap kanë folur sepse ajo dashuri ka qenë shëndetshme. Por lidhje që doni juve ta bëni aty, në krahat e një vajze për shembull, vllai vet ka bërë gjën më të bukur. Po të qenurit opinionist, të ulurit aty në atë lloj poltroni, ku ti merr një rrog që halal të qoftë, se okay, jeme nam, por nuk do të thotë që t'jep tyja precedencën të flasësh ti lloj mendimi dhe po për të futur ti thellësisht në çdo lloj familje apo në çdo lloj krahine, më the tash. Ç'është ky muhabet? Filmat e na veriu. Ç'a lidhje ka kjo? Respekti ndaj familjes nuk ka fare nuk është krajinore, nuk është krajinore. Ai ndaloi motrën e vet, mbrojti motrën e vet, mos turprohesh motra e vet. Na veriu, nuk kujto më na veriu. Pse ti na jugu qyshe bën ti? E le motrën ti aty për shembull talli bythën televizioni? Jo, nuk e le, se jam shumë i sigurt. Jam shumë i sigurt, nuk e le. Edhe ai nuk e la. Ti thua besi them unë, mos besi bëj unë. Na kënaqet shumë, sinqerisht. E ke humbur pak, është më mirë Angel. Shumë bukur e tha ajo. Humbi respektin, kish nevojë për respektin e familjes.